Allahu flet na tregon se si duhet të jetë një intelektual sot. Se sot ne mendojmë intelektual, për shembull, sipas disa kosovarëve, intelektuali është vetëm ai që e shan Islamin, intelektuali është vetëm ai që i shan Osmanlit, intelektuali është vetëm ai që i shan Arabët, intelektuali është vetëm ai që i shan Turqët, intelektuali është vetëm ai që i shan Ferexhën, intelektuali është vetëm ai që e shan Mbulesën, intelektuali është vetëm ai që e shan Iftarin dhe Sifirin dhe Ramazanin. Këtu mendojnë dhe në këtë mënyrë ato mendojnë se janë intelektual, demek janë pak e tërheqin atë vëmendjen e opinionit në për rrjetet sociale, në për Facebook, Instagram, TikTok, edhe mendojnë se janë intelektual, ka lexuar 3 libra gjithë jetën, 3 libra ka lexuar, edhe ma atë mendon se din diçka. Ai vetëm se nxjerr përmes Facebookut, po elhamdulillah, edhe që doli edhe Facebooku se shumë budalla nuk i dishim edhe i pam tash, elhamdulillah, mund t'i dallojmë edhe budalla tash. Facebooku e boni këtë mirë e bani. Jo vetëm Facebooku, edhe TikToki na tregoj budalla, budallica, hajvane kështu me radhë. Këto mendojnë se janë intelektual. A intelektualet e Allahut krejt qerë janë. Ato që mendojnë për Allahut, ato që mendojnë për krijimin se çfarë ka bërë Allahu i madhëruar. Edhe këto më në fund pjesën e ditë çfarë thuan? Subhanek, i lartë je o Allah, i lartësuar je o Allah, subhanek, i pa shoq je, i pa ortak je.